Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës ka referuar një sër materialesh në prokuri në kuadër të hetimeve për vepra të ndryshme penale, të përfshirë disa shtetas nga Shkodra dhe Malësia Madhe. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve referuan materialet në prokuri dhe nisi procedimin e gjendje të lirë për një 20 vjeçar me iniciale XZ, banues në Hotëri, i cili akuzohet për veprat penale, falsifikimi vulave, stampave ose formularve dhe trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që posedonte dyshohet të jetë i trafikuar me targa të falsifikuara dhe me ndërhyrje në numrin e shasis. Automjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialistët e qarkullimit rrugor proceduan një 18 vjeçar banues në Posrib dhe po një 18 vjeçar banues në Hotëri që u kapën duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi. Gjithashtu referuan materialet në prokuri pasi një 15 vjeçar banues në Shkodër duke drejtuar motomjetin dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është përplasur me barierat anësore të rrugës ku ka mbetur i dëmtuar, si dhe një 75 vjeçar që po me motomjetin e tij ka përplasur biçikletën me të cilën lëvizte një tjetër 75 vjeçar që ka pësuar dëmtime të lehta. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër shpallën në kërkim një 39 vjeçar me inicialet EK pas kallëzimit të bashortës së tij, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtje. Sipas kallëzimit, 39 vjeçari ka marrë vajzën e tyre 6 vjeçare në kundërshtim me vendimin e gjykatës dhe është larguar me të. Policia po punon për gjetjen e tyre. Në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokuri për një 40 vjeçare, pasi në banesën e saj u konstatua lidhje e paligjshme energjisë për një 57 vjeçar banues në Vukël për krye punime shëndërtimi pa leje dhe për një 21 vjeçar banues në Koplik pasi dyshohet se ka dëmtuar tubin e alkoolit të frenave të një rulote në pronësitë e një amerikaneje 46 vjeçare.